Nëse jeni mbi 30 vjeç, hiqni dorë nga këto ushqime menjëherë. Ushqimi i tepërt shkakton sëmundje në çdo moshë, por pasi të kalojnë në të 30-tat, trupat tanë bëhen në mënyrë progresive më pak të aftë për të toleruar ushqimet jo të shëndetshme. Do të ishte më mirë të kujdeseni për atë që konsumoni. Këto janë ushqimet që duhet të ndaloni së ngrëni pas të 30-tave. Kosi me fruta. Ne shpesh blejmë kos me fruta në supermarket si një zgjidhje e lehtë dhe e shëndetshme, por fatkeqësisht ato kanë një sasi të sheqerit të tepruar, me shumë më sheqer se sa duhet të hamë në një ditë. Soja është një tjetër produkt i cili duhet të evitohet pasi mund të ndikojë negativisht në shëndetin tuaj. Peshqit e kultivuar. Për fat të keq, deri në 70% e peshkut që do të gjeni në treg është peshk i kultivuar. Ato ushqen me dieta me plot antioksidant dhe ndikojnë në përkeqësimin e shëndetit. Gjithashtu, persona mbi 30 vjeç duhet të evitojnë gjithashtu edhe konsumin e bukës së bardhë.